Zoti drejtori i përgjithshëm, ju tashmë keni më shumë se një vit në detyrë, një nga drejtorët më jetë gjatë. Dhe kur vjen puna te çështjet e buxhetit, këtu në parlament gjithmonë ka një dagorësi të gjerë që policia të marrë mbështetje të madhe financiare dhe shumë e nevojshme. Edhe vetë personalisht kam mbështetur idenë që pagat e policisë duhet rriten me minimumi 30% më shumë që të kalojnë dhe mesataren e punëzve publik. Por problemi është, zoti drejtor, që kur shikon feedbackun e punës tuaj, ka shumë çështje të cilat meritojnë një shpjegim të gjerë. Së pari, ju çfarë analize keni bërë së brendshmi mbas dosjeve hetimore të dërguara në gjykat nga prokuroria speciale, ku oficerët tuaj të lartë nuk janë thjesht informator ose ndihmës, por duket sikur janë antarë të grupeve të strukturuara kriminale. Pra unë dua të di ju çfarë bëni vetë, sepse kur ka dalë në dosje, e kemi marrë vesh të gjithë, ju çfarë bëni për të pastruar nga këto element. Tjetër, unë nuk shoh që kemi zbardhje të çështjeve të mëdha të krimit të organizuar, zoti drejtor, gjatë kohës që ju keni qenë në detyrë. Pra flas zbardhje të ekzekutimeve të bushme, arrestime të bushme gjithashtu, krerët e organizatave kriminale në Shqipëri janë në kërkim dhe ndërkombëtar pas kërkesës së prokurorisë së posaçme, por nuk është arrestuar asnjë prej tyre dhe sipas informacioneve jetojnë në Shqipëri. Pra ju e keni të pamundur t'i kapni atë, ndërkohë që nga ju kërkohet të kapen. Tjetër, ngjarja e Rinasit, zoti drejtor, është një nga ato ngjarje në të cilat i kalon kufit e një diskutimi normal. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin që të ndodh një atentat mafios në zonën më të mbrojtur të Shqipërisë, në zonën ku kalon dhe kryeministri për të udhëtuar, ka dhe një agent të AMP-s dhe ndërkohë nuk ka një reagim nga ana juaj konkret për çështjen. Shpeshher ju keni vendosur të heshni dhe nuk keni përgjigjur edhe ndaj çështjeve të forta publike, siç ka qenë rasti i zotit Dumani, i cili ka theksuar që ne për shumë çështje nuk bashkëpunojmë me policinë e shtetit, sepse kemi frikën e dekonspirimit të hetimeve. Tjetër, ka një shqetësim të thellë në lidhje me mënyrën se si ju e ushtroni detyrën tuaj të strukturës policisë së shtetit. Jeni shumë të rrept me të pambrojturit, zotit drejtor. Po lexoja tani njoftimin që keni bërë para 2 javësh për të monopatinat, e theksoni aty me krenari që kemi sekuestruar 1462 monopatina. Bllokuar. Dakor, edhe shkruan njerëzit tonë, kemi blerë me kredi, kur do na i ktheni, se s'keni bazë ligjore për marrjen e tyre. S'bëni as udhëzime, ja u merrni atyre të shkretëve. Dhe ndërkohë, atje ku keni bazë ligjore, te ligji antimafia e të tjerat, ne shikojmë që rrugët e Tiranës çarkullojnë mjete luksoze, mjete të blinduara, dua të di sa për tyre ju e keni ndaluar, zoti drejtor. E të kërkoni llogari, e të sillin në polici burimet financiare që kanë blerë këto makina. Dhe së fundmi, zoti drejtor, unë mendoj që do ishte e duhura që pas ngjarjes në Rinas ju të jepni dorëheqjen. S'ka me dorëheqje këtu sot. Sepse ajo ngjarje nxori zbuluar gjithë strukturën tuaj. Ja kërkova edhe drejtorit të AMP-s pakun përpara, por edhe ju. Po, më mbylla. Por kjo ngjarje është nga ato ngjarje që nuk ka vend as për analizë, as për masa administrative, por nxori zbuluar të gjithë strukturën e sigurisë në Shqipëri, jo vetëm ju, por edhe institucionet tjera. Dhe përgjigjja ndaj asaj ngjarje duhet të ishte minimalisht me një akt nga ana juaj që të merrni përsipër përgjegjësinë dhe të jepni dorëheqje. Në lidhje edhe me buxhetin, drejt një policie e cila sipas gjitha raporteve ndërkombëtare dele inkriminuar dhe dele përfshirë në disa akte dhe atentate mafioze, të dorëzosh buxhetin në veçanti dhe për atë që ju përmendni Smart City, i cili më shumë se sa për kontroll po kthehet duket se mund të kthehet në survejim
ndaj qytetarëve, qoftë rast të protestash apo ndaj kundërshtarëve politik të pushtetit aktual. Për të rritur buxhetin, drejt një policie e cila vetëm tek dosja metamorfoza nxjerr në pa lidhjen e fortë të kësaj policie me krimin e organizuar dhe me banda, jo vetëm në Tiranë, por në Shkodër, Durrës, Elbasan e kudo, është shumë e vështirë të mendosh që thjesht rritja e rrogave zgjidh problemin që kemi sot në Shqipëri, dhe problemin që kanë sot qytetarët shqiptarë. Unë këtu po veçoj vetëm sipas raporteve. Ju keni raporteve ndërkombëtare dhe dosjeve që kanë deri sot, individ të cilët kanë qenë në pozicione më të larta të policisë shtetit, dhe sot janë hetim pikërisht fal SKJCC që erdhi nga prokuroria belge dhe franceze, se po të ishte për ne këtu do të vazhdojshin të trajtoheshin si heroj, nga Olti Bistri, ish shefi i forcave operacionale, te Ardit Hasan Begaj, Henigert Mitri, ish drejtori i policisë së Lezhës, Altin Morina, ish oficeri Reneas, Augustin Çinari, ish punonjës i policisë Durrësit, Martin Musaj, ish oficer policisë në Elbasan, Dedan Gjoni, ish shef policie në Tiranë dhe Shijak, Dritan Metaj, ish shef policie në Kurbin, Augustin Deda, Hekuran Marku, të dy ishin pjesë në grupin e sigurisë të ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri. Të gjithë këto janë vetëm disa nga efektiv policisë të cilët janë të përfshirë. Kur kjo ndodh në një rast apo në dy raste, patjetër që dhe mund të ndodhë jo vetëm policisë shtetit, po kudo. Po kur është në këtë farmase, faktohet përfundimisht që ka një lidhje të fortë policisë me krimin e organizuar. Ne kemi patur Altim Dumanin, i cili në komision na ka deklaruar se ne kemi lëshuar fletarrestet për bandën e troplinëve dhe ato nuk janë ekzekutuar. Siç ishte rasti i Visis Pojës, që pati mundësinë të largohej, e shumë shefa tjerë të krimit organizuar. Sipas Dumanit, kjo nuk ka ndodhur si rrjedhore policisë shtetit dhe nuk mbante përgjegjësia ai. Pavarësisht se ne i kemi hedhur tha në fletarrestet në kohë. Dekonspirimi i operacioneve policisë shikohet te Metamorfoza 1 dhe Metamorfoza 2. Akti i fundit i një atentati mafioz në zonën më nevralgjike të vendit më të sigurt që është aeroporti, në të cilën ka sigurinë e shërbimeve informative, ushtarake, policore, forcat speciale, për 1 orë e gjys nuk arriti dot policia të kapte në flagrancë kriminalët, pavarësisht se ishte në një moment ku po vinte dhe një delegacion i shoqëruar nga policia e shtetit që u shkëmbyen pikërisht me vrasësit vetëm 2 minuta pas atentatit. Që tregon që ai atentat nuk mund bëhej kurrë pa lejen e policisë shtetit. Dhe që policia e shtetit ishte bashkëpunëtore në atë atentat. Të rrish 1 orë e gjys në zonën më nevralgjike të vendit dhe mos të arrish dot të kapësh autorët, është e pa justifikueshme dhe është e pa mundur për të ndodhur vetëm nëse keni qenë bashkëpunëtor në atë krim. Të shikosh që nuk gjen dot efektiv policie kur ndodhin këto akte kriminale, po ndërkohë, siç keni dalë dhe ju vetë bashkë me ministren e brendshme për të kërkuar monopatina nëpër Tiranë, dilni me dhjetra efektiv policie, kurse në aeroport atë ditë nuk gjehet dot asnjë polic. Nga kthesa e rinasit në autostradë e në gjithë aeroportin. Kjo s'mund të jetë rastësi dhe askush nuk është aq budallas sa të mendoj që është rastësi. Dhe ky është pa diskutim një rast i përsëritur se e njëjta gjë ka ndodhur edhe në aeroport kur u vog aeroporti. Por buxheti lidhet tu sepse paguhen para që të mbikëqyret aeroporti, paguhen para që të sigurohet jeta e qytetarëve. Ndërkohë vetmja gjë që ndodh sigurohet jeta e kriminalëve dhe banditëve, që kanë zaptuar sot çdo territor të vendit. Kemi rastin e Elbasanit, kemi rastin e Korçës, ku drejtorat policisë, edhe ai që keni emëruar ju së fundmi, ishte në hetim nga personi që ishte këtu përpara jush, drejtori i AMP-s, që kishte lëshuar ushtarët e Suel Qelës. Dhe më pas e keni vendosur drejtor të policisë në Korçë. Në të
të lutem, të lutem tash mos ndërprit. Jo, kjo është seanca sepse paguajmë para dhe buxheti paguhet, lutem kryetar mos ndërpresi njëri. Buxheti i jepet policisë shtetit për të kryer detyrën. Kur policia e shtetit është e inkriminuar, nuk e kryen detyrën. Ne nuk i japim policisë para për të mbrojtur troplinët, po i japim për të mbrojtur qytetarët nga troplinët. Dhe rastin konkret, unë po i referohem kur paguhet policia e shtetit për të arrestuar bandit dhe kriminal, dhe ndërkohë prokuroria t'i jep flet arrestet dhe ti nuk i ekzekuton, si pas çfarë thot prokuroria, ta të ndajni vetë kush gënjen dumani apo kush doni ju. Po kjo atëherë për çfarë do t'i japun buxhet? Dhe gjithashtu është bërë arrestimi i presidentit Ilir Meta në formën më skandaloze, në formën më kriminale, sikur t'ishte terrorist. Ndërkohë keni kap Escobarin e Ballkanit duke e shoqëruar me Range Rover para arsi juaj. Kurse rastin e presidentit Meta, disa individ me maska, që edhe sipas avokates popullit, kanë qenë shkelje flagrante dhe s'është marrë asnjë mask për ato njerëz, për ata të cilët kanë qenë pjesë. Madje burimet thonë që janë graduar, që është akt kriminal. Qofse keni qenë përfshirë si polici shteti apo kushdo tjetër. Po siguria gjithmonë do bie mbi policinë e shtetit, prandaj keni ju 80% buxhetit të ministrisë brendshme. Të gjitha këto shërbejnë për t'i thënë edhe kolegëve që kanë merakun se dele vërteta, që e kemi policinë kokë e këm t'inkriminuar, kokë e këm t'inkriminuar e kemi policinë e shtetit, sepse ta thot raportin ndërkombëtar, ta thot Departamenti i Shtetit Amerikan, ta thot Europoli, ta thot Interpoli, ta thon media, ta thot kudo që e inkriminuar. Se nuk ka se si tjetë që për një monopatin dalin 30 polic, kurse për një orë gjysmë vrasje, nuk ka, po ndërpret ai, po ndërpret, do vazhdoj. Për një orë gjysmë vrasje mes aeroportit. Nëse s'ka. Jo, për det paroj unë nuk ka. Zoti Balliu, ju lutem mbyllni tash për buxhetin, kaloni ke buxhetin. Kaloni ke buxhetin. Mos ndërpresi, po ndërprer patjetër që do vazhdoj unë. Tani nuk ka asnjë budallan këtë vend që të mendoj që zona më e sigurt në Shqipëri, aeroporti, mos gjej policë për orë gjysmë. Ndërkohë, për 3 monopatina dalin 30 policë. Dhe pyetja ime është, meqense se kemi pyetje përgjigje, meqense se kemi pyetje diskutime. Pyetja ime është kjo. Në këtë buxhet që nuk mjafton për hetimet financiare që duhet bënin lidhje me pastrimin e parave që ju ka sugjeruar Departamenti i Shtetit, si do ta zgjidhni për kartelet? Pyetja ime është, cilët ishin njerëzit të cilët shkelën ligjin në arrestimin e presidentit të Republikës duke arrestuar me dhunë? Dhe pse nuk janë marrë masa ndaj tyre, por burimet tonë që janë graduar? Pse nuk janë arrestuar në kohë bandat e Durrësit, pasi dolën flet arrestet, po u prit 50 ditë për të kryer operacionin? Dhe pse në drejtimin tuaj dalin më shumë të inkriminuar në policinë e shtetit se në çdo kohë tjetër? I nderuar zoti Balliu, në lidhje me pyetjet tuaja, asnjëra nuk ka lidhje me buxhetin, megjithatë unë do t'jap përgjigje që të kërkosh nga një organizat që i ka dhënë 227 dëshmor atë dheut dhe të thuash që është e inkriminuar pse individ caktuar rezultojnë të implikuar në aktivitete ndryshme kriminale, kjo për mua është jo e turpshme, po është ulëritse. Dhe unë dua t'ju bëj thirrje që mos përbaltni policinë e shtetit. Përgjegjësia penale i nderuar deputet është personale dhe kushdo punonjës që është implikuar apo ka rezultuar i përfshirë në këto përfshirja e disa individëve të caktuar nga policia e shtetit, qofse edhe pse kanë emra konkret, nuk do të thotë që bëjnë pjesë një organizate e cila i ka dhënë atë dheu 227 dëshmorë zoti Balliu.
Në lidhje me pyetjen tuaj për flet arrestet, që e ngritë dhe si shqetësim që e ka ngritur drejtuesi i prokurisë posaçme, unë për ato operacion kam marrë falenderime nga drejtoria antimafia dhe jo më pas se 2 javë nga ai operacion, drejtori i shërbimit qendror antimafia ka qenë takim në zyrat e policisë shtetit dhe unë nuk e di tani çfarë do të quhet i suksesshëm apo i pasuksesshëm. Ne për ato operacion jemi vënë në dieni 12 orë përpara zhvillimit të tij. As 1 muaj, as 2 muaj, as 15 ditë. Dhe në momentin e zhvillimit të operacionit ne nuk kemi pas në mbikëqyrje të fshet fizike apo në vëzhgim asnjë nga subjektet e atij operacioni. E gjithë aktiviteti policor operacional është zhvilluar në më pak se 12 orë. Dhe ju theksoj që të pretendosh që të arrestosh 50 veta për 12 orë, të jeni të bindur zoti Balliu që është shumë e lehtë ta thuash, por ta bësh në realitet është shumë e vështirë. Që të pretendosh që për 12 orë të kesh mundësi në një kohë të arrestosh 50 veta njerësh, ajo operacion ka qenë i suksesshëm sepse ka kapur masën më të madhe të personave të implikuar. Edhe 50 pulat i kesh të mbyllura në stadium nuk i kap dot për 12 orë. Po në stadiumin e Tiranës, jo në stadiumin Olimpiko të Romës apo në një stadium tjetër. Kjo është përgjigjja ime. Në lidhje me atentatin, padyshim që ka vend për të analizuar dhe ne jemi në proces e sipër, çështja është në nënhetim, unë nuk mund të them më shumë se sa kaq. Për sa i përket Europol dhe Interpol, mund të themi që ata janë mentorët më të mëdhenj të policisë shqiptare dhe policia shqiptare është nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të këtyre 2 organizatave. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Europol dhe një bashkëpunim të shkëlqyer me Interpol. Mund të përmendim bashkëpunim me Interpol vetëm për rastet e ekstradimit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që nuk ka ndodhur në asnjë shtet tjetër. Janë 9 persona të ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që besoj janë dëshmitar që asnjë shtet tjetër nuk ka mundur ta marrë. Është sukses i policisë apo është i qeverisë apo është analizën bëheni ju, unë po them që ka një merit të jashtëzakonshëm Departamenti për Madhërinë Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit Shqiptar dhe gjej rastin t'i falenderoj se nuk i kanë falenderuar sa duhet për punën që kanë bërë në lidhje me këtë gjë. Në lidhje me arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta, çështja është në nënhetim dhe unë nuk kam çfarë të them, përveç faktit që për sa i përket opinionit tim, atje nuk kemi të bëjmë me një veprim arbitrar, por kemi të bëjmë me përdorimin e forcës në rastet kur ka rezistencë ndaj arrestimit dhe në çdo forcë policie të botës, pavarësisht si e ke emrin apo çfarë detyre ke pas më parë, policia e shtetit në rastet kur bën rezistencë apo te i kalon atë masën e atyre gjërave që duhet thuash në momentet e arrestimit, përdor forcë të nevojshme, që besoj ka qenë proporcionale në raport me situatën. I takon individit të sillet sipas detyrës që ka mbajtur dhe do ishte në nderin e personit të sillej ashtu siç atë detyrë që ka mbajtur dhe jo t'ja kërkohet kjo gjë policisë. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt, si fillim, unë do doja që së bashku me zotin Proda duhet ishte edhe zotin Albati, njëri është drejtori i përgjithshëm, tjetri në drejtori i përgjithshëm. Për hir të vërtetës, Theodori nuk kam asgjë me ty, po do doja titullar të policisë, sepse shqiptarët duhet t'i shihnin të dy bashkë, se ta drejtojnë policinë. Njërin do shihnin në njërin anë Suel Çelën, në anën tjetër Troplinët. Edhe t'ju themi shqiptarëve që ja ku e keni policinë e shtetit, kush e drejton dhe kush. Zoti Noga, ju lutem, jo, një minutë, të lutem. Jo, një minutë. Nëse do vazhdojmë me këtë gjuhë, unë ndërpres mbledhjen e komisionit. Në qoftë se vazhdojmë me këtë gjuhë,
unë do ndërpres mbledhjen, jo, ti ke të drejtë të pa diskutim, por ama ke detyrimin të respektosh institucionin dhe mos ta kushtosh njerëz dhe drejtues të institucioneve në këtë komision. Kur keni prova, paraqisni provat, atje është kemi krijuar një prokurori të posaçme për institucionet e posaçme, kështu që drejtohuni aty. Do t'i bëj edhe një pyetje për prokurorinë e posaçme. Këtu drejtohuni me etikë dhe me gjuhë parlamentare, lutem shumë. E posaçme. Tani. Por me që është njëri po drejtohen. Zotri, a mund na thoni ne si deputet dhe opinioni publik, sa është sasia e kokainës dhe e heroinës e kapur në portin e Durrësit apo në pikat e tjera kufitare që nga dita që ju jeni titular i policisë shtetit? Nga mediat, raportimet e cilave janë të besueshme, rezulton që sasia është zero. Zero, që u vjen shkelur ju në kryet e policisë shtetit. Porti Durrësit, mediat dhe raportet e shërbimeve të huaja thonë që është kthyer një port i tëri në funksion të trafikut drogës. Gojet e liga thonë që ju keni caktuar kurrier Uljan Shpatarakun të linjës së trafikut Korç Elbasan, që drejtohet nga karteli Qela. E shumë të tjera. Por na ktheni përgjigje sa është sasia e kokainës dhe heroinës e konfiskuar në këto pikat kalimit kufitar që kur ju jeni drejtues. E pyetja e dytë. Sa referime ka dërguar policia e shtetit në SPAK për çështje të krimit organizuar apo për strukturat të krimit të organizuar që kur ju jeni drejtues i policisë shtetit? Në raportimet e drejtuesve të SPAK-ut në kuvend, ata na kanë thënë që shifrat janë zero, por e duam dhe konfirmoni ju. Drejtuesit e SPAK-ut raportojnë se krimi i organizuar ka lidhje të forta në kupolën e policisë shtetit dhe të gjitha dekonspirimet vinë nga kupola e policisë shtetit në çdo operacion. Madje vetë drejtuesi SPAK-ut ka perifrazuar në ligjërat drejt që është uleritse kur shohim që drejtues të lartë të policisë shtetit janë të përfshirë në trafiqe dhe të implikuar me banda kriminale të vendit. Pyetje tjetër, a ka struktura të krimit të organizuar në Shqipëri dhe kartele dhe sa janë ato dhe kush janë ato sipas jush? Pyetje tjetër, çfarë përgjigje i jepni ju DEA-s kur për herë të parë në 35 vite kjo strukturë e shtetit amerikan që lufton drogën njofton qytetarë shqiptar që t'i adresohen asaj direkt tek numrat telefonit që ajo publikon dhe kërkon që të shmangen institucionet e shtetit shqiptar. Hera e parë që ndodh që institucionet ligjzbatuese të vendit ton shmangen nga DEA amerikane për kur vjen puna te trafiku i drogës. Pra hije të rënda shumë. Dam shumë e rëndësh kjo. Për ju dhe për institucionin tuaj. Çfarë mesazhi i jepni ju, i keni dhënë ju policisë shtetit dhe oficerëve të tjerë të policisë në këtë vend me largimin e Ridvan Palit, shefit të komisariatit numër 2, të cilin e internuat her pas here që nga dita që arrestoi mikun tuaj, trafikantin dhe kriminalin Altin Morina? A dini që mesazhi që keni përcjell policisë është drithërues, rënues, shkatërues? Kush guxon të luftoj krimin dhe trafikun e drogës, do të largohet nga policia, është mesazhi që keni dhënë ju. Dhe ky Ridvan Pali ishte nga oficerët
dinjitoz, të pa kompromituar, të pa korruptuar, që thjesht zbatoi ligjin dhe kreu detyrën. Vrasja në Rinas. Vrasja në Rinas lehije të forta dyshimi që ka një bashkëpunim apo një rakordim me policinë e shtetit. Pse? Prej kohësh që nga ngjarja e vjedhja e bankës, e parave të bankës Rinas, në atë pikë ku ishte makina e vrasve, ka qenë instaluar në mënyrë permanente një furgon policie, i grupit gatshëm. Po aty afër ka policë të qarkullimit. 50 metra larg është komisariati. Si ka mundësi që atë ditë që ndodhi vrasja, nuk kishte furgon të grupit të gatshëm aty, s'kishte as policë. Dhe komisariati as nuk dëgjoi asgjë, zhurmë asgjë. Dhe që dritat në atë korridor ishin të fikura në atë orë. Dhe si ka mundësi që ju janë dashur mbi 40 minuta trafik vrasve për të shkuar deri te pika ku ata dogjën makinën dhe policia e shtetit nuk mundi të bëjë asgjë. Si e shpjegoni ju faktin që në përgjimet e metamorfozës pranë çdo grupi kriminal rezultojnë të atashuar si shërbëtor, shofer, shoqërues apo eskortues oficer të policisë shtetit? Dhe një pyetje tjetër të fundit. Zoti drejtor, ju keni a është e vërtetë që keni dorëzuar një telefon tuaj në SPAK? A keni dorëzuar telefonin që keni përdorur, a keni dorëzuar një telefon të ri? Dhe për çfarë arsye SPAK-u ju ka sekuestruar ju telefonin? Dhe është dinjitoze që një njeri që hetohet SPAK dhe dyshohet për përfshirje në afera kriminale të trafikut të drogës dhe të fshehjes së kësaj vepre, që të pranojë të rrinë drejtim policisë. Faleminderit. Faleminderit. Në lidhje me pyetjen e zotit Noka për referimet që ka bërë policia e shtetit në strukturën e posaçme, për vitin aktual 2025 janë 9 raste për fillimin e procedimeve proaktive nga 6 raste që kanë referuar në vitin 2024, pra 50% më shumë se sa një vit më parë. Janë 7 raste për fillimin e hetimeve pasurore, ku janë sekuestruar apo kanë konfiskuar 10 vila banimi, 37 apartamente, 36 subjekte tregtar, nuk besoj se ju interesojnë juve këto, zoti Noka. Po pra, 9 raste për fillimin e procedimit për grupe kriminale të referuara në prokurorinë e posaçme SPAK. Në prokurorinë e posaçme këto raste referojnë, nuk referojnë krimet e rëndomta. Përsa ngritët shqetësimin në lidhje me DEA, mund të them që DEA është një nga bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë, ata kanë dhe një zyrë në Shqipëri, është e drejtë e tyre të kërkojnë që tu raportohet atyre apo kujdo tjetër. Ne nuk kemi asnjë lloj paragjykimi për këtë, jemi të hapur, kështu që kushdo mund të ankohet si te DEA, përderisa ankohen tek opozita, padyshim që u linde drejta njerëzve të ankohen edhe te DEA, kështu që nuk gjykoj që është ndonjë problem këtu. Në lidhje me një emër të përveçëm të një oficeri që më përmendët, unë nuk e di zoti Noka që të shërbesh në Kuks që e ka persekutim. Në qoftë se ju mendoni që të shërbesh në Kuks është persekutim, ky është problemi juaj, jo imi. Në lidhje me dorëheqjen, ajo është akt personal dhe meqense siç kuptohet lehtësisht që ju keni kontakt me zotin Pali, mund ta pyesni cilat janë arsyet që ai ka dhënë dorëheqjen na policia edhe po t'ja pra përgjigje pyetjes. Në qoftë se të shërbesh në Kuks që nga persekutim, zoti Noka, ky është problemi juaj, nuk është imi. Ai është oficer i policisë shtetit. Si oficer policie ka shërbyer si shef, si oficer ka shërbyer në Kuks dhe kudo ku ka shërbyer. E ke larguar se arrestoi mikun bashkë
ka ikur me dorëheqje. Mund t'i drejtojeni dhe ta pyesni, mund ta pyesni zotin Pali për çfarë arsye ka ikur. Mesazhin më të ndyrë policisë shtetit duke i thënë që kush guxon të prek narkotrafikantët, ky fundi gjithë. Pyeteni zotin Pali Vazhdoni. se tregon që keni Zoti kontakt drejtor, me to vazhdoni dhe me- mund t'ju konfirmoj ai pse ka dhënë dorëheqjen edhe ai mund të përgjigjet. Vazhdoni përgjigjet, vazhdoni përgjigje, ju lutem. Sa sasi kokainë dhe heroinë keni kapur, ju urin të policia dhe punë ndikat kombëtare të. Janë 16 kg të sekuestruar kokainë, 12 kg të sekuestruar, 7 kg. Nuk i kam të ndara me këtë zë i nderuar. Nuk i kam të ndara me zëra, mund të vi një herë tjetër për atë pjesë nëse ju intereson. U a thash sasinë se sa e sekuestruar. Besoj që Vazhdoni, Drejtori ju lutem me përgjithshëm- përgjigjet. Vazhdoni, ju lutem me përgjigjen. Jo, nuk fye veten unë po. Dhe ja u thash, sot jemi për buxhetin, u tregu tolerant vetë drejtori i përgjithshëm që dha përgjigje edhe për çështje jashtë buxhetit shtetit dhe sigurisht që në bazë të ligjit drejtori i përgjithshëm i policisë vjen raporton në komision për situatën e krimit dhe të rendit në Shqipëri. Ju lutem, zoti drejtor, vazhdoni me përgjigjet e pyetjeve. Zoti Noka, mos e deprotash, ju lutem shumë. Zoti Noka, ju paralajmëroj dhe ju parashtroj nga komisioni. Ju lutem shumë. E pra, je pa boteshi. Hajde të si. në lidhje me pyetjet e Këshef edhe herë. Mbra, ju lutem atëherë. Ndërpritet mbledhja? Ju me ato atë ligjin pse u shqetëson, ju vetë kërkuat të ligj. Ju kërkuat që ti të shifreni të Zoti Noka, atëherë në bazë të nenit 651 të rregullores, ju përjashtoj nga seanca dëgjimore e komisionit për fyerje të kryetarit të komisionit. Tani, ju lutem shumë, leni mbledhjen e komisionit, ju lutem shumë. Jeni i përjashtuar sepse pengon zhvillimin e rregull seancës, fyen, kërcënon drejtuesin e seancës dhe drejtuesin e institucioneve. Ju lutem shumë, lëreni sallën të vazhdojmë mbledhjen. Ju lutem shumë. Dhe po vazhduat do t'i kërkoj parlamentit që t'ju dënojnë me 10 ditë nga përjashtimi i aty. Ju lutem shumë, leni sallën. Ju lutem shumë, leni sallën. Ju lutem shumë, leni sallën. Leni sallën, ju lutem shumë. Jeni përjashtuar, zoti Noka, jeni përjashtuar.